Unë e kom pas situatën kështu, në momentin që nuk ka qenë propozim Vjosa Osmani, prezidenti Osmani, për nga ana e vetëvendosjes, ka ndryshu këtë kalkulimi i opozitës. Opozita donë me përfshi donë me përfshi si element të ri në skenën tonë politike, përfshirjen e prezidentës Osmani në skenën politike, prej nga ta kalkulojnë që kjo do ta zbriste përqindjen e lëvizjes vetëvendosje. Prej kur ka qenë kjo element në garë, nuk ka pas propozimet sinqerta. Kjo është ma shumë kalkulim i opozitës për zgjedhje. Ju lutem, kjo shihet që përdojnë për aeroplanit. A do ta zbriste zënia Osmani përqindjen e vetëvendosjes? Nuk e di, nuk mund të paragjykoj. Edhe i pyetje kam, cila është ideja të ftohet lidhja demokratike, kur ju thoni që presidenti Osmani nuk e ka, sikur më thonë, nuk e ka shfaqur orientimin e saj politik që është kundër vetëvendosjes. Ajo vetëm ka thënë që do të angazhohen politik. Po, unë mendoj që rrugët tona prap takohen në politik gjithmonë. Gjithmonë bashkëpunim me zonën Osmani.